Faleminderit, zonë e Kazas, zoti Gjetar Besimi. I nderuar i zoti kryetar, i nderuar i zoti kryesues, të nderuar drejtor të drejtorive, asamblejës, media dhe gjithë të pranishëm. Unë së pari e falenderoj zotin kryesues që më propozoi të jem pjesë e bordit për menaxhimin e objekteve të cilat janë pjesë e komunës Prizreni për sa i përket kulturës dhe sportit, meqense s'kam qenë pjesë e ndonjë bordi. Mirë po, këtu dola për një arsye tjetër dhe e prita pikën e 17 rendit të ditës, pikën e të ndryshme, e cila ka të bëjë do të thotë me shqetësimin tim për sa i përket rendit ditës. Mu në fillim ka ardhur një dokument i rendit ditës me 12 pika, pastaj këtu shoh se është duke shqyrtuar mbledhja në mënyrë tjetër që janë 17 pika. Dhe nuk jam kundër për këtë punë, mirë po një nga pikat e cila ka qenë në rendin e ditës, ka qenë edhe pika 9, e cila ka qenë shqyrtimi i propozim vendimit për lëshimin e lejes për ndërtimin e objektit të përkohshëm, domethënë për fabrikën e mishit. Ky propozim vendim me sa di unë është hartuar nga Komiteti për Politikë dhe Financa, i cili dihet që nuk ka rol ekzekutiv, mirë po ky mund të jetë organ vendimmarrës vetëm në rastet kur votohet në kuvend. Këtu në dorë desha të paraqes problematikën e një qytetari dhe ndërkohë edhe një investitori i cili ka fituar një grant nga Bashkimi Evropian, i cili kap një vleft prej 343.000 euro, cili i posedon ky qytetar në konton e vet, dhe po ashtu ka edhe një pjesë të fondit vetanak dhe ka grumbulluar diku rreth 580.000 euro në konto dhe pretendon të investon, gjë e cila nuk mund të investon për arsye se është hequr nga rendi i ditës kjo pikë. Dhe me heqjen e kësaj pike nga rendi i ditës, ky qytetar, investitor, i cili ka arrit me bind Bashkimin Evropian për mi dhënë fond, nuk arrin me ardhmë me debatu këtu para kuvendarëve, me miratu halli që e ka, për ndryshe brenda 15 ditëve mund t'i mohohet e drejta investimit dhe grandi që e ka fitu. Dhe me mohimin e këtij grandi, automatikisht mbyllim edhe vendet e reja të punës. Ky projekt synon, domethënë me investu vetëm në fazën e parë rreth 700.000 euro dhe mi punësu rreth 70 punëtorë. Dhe mendoj që është shumë e rëndësishme ne këtu diskutojmë për çështje madhore të punësimit 70 familjeve dhe në këtë rast, përpos kritikave në heqjen e këtij rendi ditës nga pozita, derisa të kritikoj edhe opozitën, e cila edhe kjo bën pjesë në Komitetin për Politikë dhe Financa. Jam ngjarje edhe për ligjin i cili ka qenë për përdorim që janë dhënë domethënë për përdorim të përkohshëm të pronave, i cili është heqë ka ardhur etj, mirë po mendoj që urgjentisht dhe propozoj që të futet në seancën e nesërme për diskutim kjo pikë sepse është shumë e rëndësishme. Edhe një qytet tjetër në Zvicër, se jo më në Kosovë, mi hap 70 vende të punës, është një gjë shumë e rëndësishme. Lemo në qytetin tonë të vogël Prizreni që 70 vende të punës i japin buzëqeshin 70 familjeve. Andaj propozoj që seancën e radhës ta fusim në ditës, ta diskutojmë. Dhe pse jo t'ja miratojmë dhe për verifikim këtu e kam edhe dokumentin, i cili është i qytetarit, përkatësisht i investitorit i cili gjendet edhe në sallë, që e ka ngrit këtë shqetësim dhe që mundet edhe me marrë fjalën nëse ka drejt, nuk e di, i cili më ka vërtetuar që në konton e vet në Prokredit Bank në këtë dokument i ka 343.000 euro nga grandi edhe diku 200.000 euro të veta, domethënë i ka 500.000 euro i cili don me investu, nuk mundet me investu. Është një çështje shumë e rëndësishme që ju ftoj që me pas mirë kuptim me kanë një zëri për hapjen e vendeve të punës, se kur bëhet fjala mi rrit rroga tek si këti në një zëri, pozitë opozit për veti. Ndërsa për qytetarët duhet mendohet se tek e fundit kena arpi qytetarëve këtu. Ju faleminderit. Faleminderit.